Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në DVP Vlorë kanë referuar përsëri materialet në prokurori për veprën penale mashtrimi në ngarkim të shtetases MTH 48 vjeç banues në Vlorë, pasi ndaj saj ka bërë kallëzim shtetasi ST, duke deklaruar se 48 vjeçaria e ka mashtruar duke i kërkuar në kushtet e mirëbesimit t'i pres 3 bileta nga Athina për në Gjermani me vlerën e 2200 eurove, me premtimin se do t'ja kthente më pas shumën, gjë të cilën nuk e ka bërë. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës referuan materialet në prokurori për shtetasin GS 20 vjeç banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim i imitur 15 vjeçar, duke deklaruar se ky shtetas e ka shtyrë dhe e ka goditur për motive të dobta. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasit TS 44 vjeç dhe MN 18 vjeç, pasi për motive të dobta janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin në fshatin Bosh. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Livadja arrestuan shtetasin IP 53 vjeç banues në Vlorë, pasi në datën 7 mars 2025 është konstatuar nga shërbimet në rrugën Krane Qaf Bot, duke udhëtuar me një mjet taksi, duke thyer kështu masën e sigurisë personale arrest në shtëpi, të saktuar nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë. Specialistët e seksionit të policisë rrugore në Sarand arrestuan shtetasin VH 45 vjeç banues në Sarand, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë duke drejtuar autometin në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.